Në skenën e Teatrit Kombëtar të Kosovës, publiku u bë dëshmitar i një ngjarje që bashkon artin, ironinë dhe reflektimin shoqëror. Premiera e shfaqjes Audiencia të dramaturgut çek Václav Havel, me regji të Melihat Eçenaj, projekt ky teatror i realizuar në bashkëpunim me Teatrin Dodona, solli një nga tekstet më të njohura të letërsisë evropiane të shekullit 20. Një satirë të mbret për raportin e njeriut me pushtetin dhe kompromisin. Václav Havel është një nga figurat më të spikatura të Evropës shndrore, dramaturg, disident dhe më vonë presidenti i Çekoslovakisë. Audienca e shkruar në vitin 1975 lindi nga përvoja e tij personale si punëtor në një fabrikë birre, gjatë periudhës kur ishte ndaluar të merrej me art për shkak të bindjeve të tij politike. Pikrisht aty Havel ndërtoi këtë dramë të shkurtër e të fuqishme, ku një përgjegjës fabrike takon një punëtor intelektual të internuar, një situatë që në dukje është e zakonshme, por që shndrohet në një përplasje të ndërgjegjes me frikën, të nderit me bindjen. Shfaqja e mbajtur nën motën, ku zihet bira, njerëzit jetojnë të lumtur, përçon në mënyrë ironike thelbin e veprës. Në një vend ku njerëzit përpiqen të mbijetojnë përmes gënjeshtrës, arti dhe humori mbeten forma të vogla lirie. Aktorët Afrim Kasapolli dhe Bujar Ahmeti sollën një duel të fortë skenik, të heshtur dhe emocional, duke ndërtuar përmes ritmit të fjalës dhe qetësisë një atmosferë që flet shumë për absurditetin e realitetit. Këtë shfaqje kam punu me një pacient veçantë. Kam pas nderin njëfto me Havelin para shumë vitesh, edhe i kam thonë se do të punoj këtë tekst. Ati më thëmë, se s'pe punon, kam thonë se kam moshën, tash e kam moshën. Këte kam bo dhe njerë këtë shfaqe, me Alfred Trebickën, me një aktor për Shqipërije. Po, s'patem fat me shku në Qeki, në Thirën, Fredi pat të obligime, me një fjalë nuk arritem. Po jam shumë i gëzum që e arrita momentin me majt fjallin, që ja kam dhënë Václav Havelit, edhe e bëm një shfaqje, më do këtë lakmushme, të pranushme, të lexueshme, e kohës bashkëkohore. Kaq kisha me thënë unë për Havelin dhe për shfaqjen. Po flas më shumë në përgjithësi për procesin e shfaqjes, jam shumë i lumtur që kena ka përthyr një proces tillë të kësaj shfaqje. Jam shumë i lumtur që po luaj për krah aktorit tonë të njohur të madh Afrim Kasapolli, me regjitë e Meli Qenës. Jam shumë i lumtur i lumtur me punën që është bërë për Teatrit Kombëtar, me mbështetjen e tyre, me Dodonën, se është bashkëprodhim. Dhe më i lumtur që për herë dytë po luaj me zotin Kasapolli. Uroj që kjo shfaqje ka më pas jetë gjatë. E du shumë këtë rol, këtë shfaqje, më pëlqen shumë teksti, autori po ashtu. E shpresoj që edhe zoti Kasapolli ka më dalë i kënaqur për këtij procesi. E regjisorja Melihat Eçenaj e lexon Havelin me një ndjeshmëri të veçantë, duke ruajtur frymën origjinale të autorit, por edhe duke ofruar atë me shikuesin e sotëm. Skenografia e Elma Selmanit, ndriçimi dhe elementet vizual krijuan ndjesinë e një hapësire industriale, por simbolike. Vendi ku zihet bira u bë metaforë për sistemin që zijejnë njerëzit në pritje të shpëtimit. Sonte jam shumë e lumtur që ka ardhur Afrimi ashtu qysh e meriton me qenë. Ka ardhur në shkëlqimin e plot dhe normal që edhe përvoja në skenë, vitet në skenë, ato janë vetëm një pasuri e madhe që me secilin lëvizje, me secilin fjalë tregon ato. Teksti është i kohës? Po, gjithsesi. Ju e dini, Haveli është bashkëkohor, luhet në krejt botën, përket edhe me ditën e sodit, janë problemet tona, gjithmonë është tregimi aty në njerëzve të vegjël që ata që njëherë bashkëpunojnë me pushtetin, mandej shohin që kanë met edhe pa
pushtet edhe po, në të vërtet shfrytzuar të keq përdorur edhe zhgënjimet vinë në fund. Një teatr që nxit mendimin dhe ndjenjën, është pasqyra e një shteti, shprehet aktori Kasapolli, i cili uron nëpërmjet një historie më të mirën për teatrin e Kosovës. Napoleon Bonaparte ka shku në Rusi, edhe e kanë prit me regula ushtarake, hec karoca e Napoleonit në një vend, shen një tubim të madh. Edhe i thot gardianëve, thot, çka po ndodh kështu? Thot, shkënqësi, thot, është teatri, publiku, çka teatri, cilë shfaqe, thot, Qehovi, thot, ndale karocën. E ndalin karocën, i vdesh robat e ushtarake, veshet inkognito, privat, e merr gardianët dhe shkojnë e shfaqen. Kur shkon delegacioni atje në preshin të çka po ndodh, thot, jo, ai është i pasionuar mas teatrit. Tash rosto çfarë dilema. Edhe kryet e arsyeton, nesër vazhdon komunikimi. Kur vin tash këto suita e këtij, fillojmë i raportu me thonë, çfarë organizimi ishte ushtetit, çfarë më tregoni ku isha, kur e pash. Njëri thotë, më falni, po jo ishit delegacion të e pash teatrin. E teatri është pasqyrë e një shteti. Kështu që kemi punu në këtu, e kjo inshallah e bëjmë një teatr, e bëjmë shumë teatra, me qenë pasqyrë e shtetit. Audienca nuk është thjesht një shfaqje për të kaluar mbrëmjen, por një përvojë që të detyron të reflektosh. Me humorin e tij të hidhur, kujton se edhe në rrethana absurde, njeriu mund të ruajë dinjitetin dhe të mos bëhet pjesë e një loje. Tingujt e bukur të violinës që erdhën të interpretuara nga artistja Liza Kerob nga Franca, duke sjellë frymën franceze me vepra klasike botrore, kanë bërë bashkë komunitetin artistik muzikor në Prishtinë në një mbrëmje ku u gërshetuan arti, muzika dhe kultura. Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guéraud, u shpreh se ndjehet i lumtur dhe i nderuar që ambasada mirëpriti recitalin e violinistës së njohur Liza Kerob. She has been sharing her talent, sharing her creativity with young children from Kosovo, and I'm sure that many of them will learn a lot from being with her. And tonight's program was just a wonderful journey through, at the same time, classical music, but also popular culture from across Europe. And I think it's very telling and at the same time very normal that Kosovo, which is in the heart of Europe, is a place where we can play music from all over Europe. Yeah. And this is one of a lot of events and cultural events that the Embassy of France is organizing here, and also we have the opportunity to have also more during these months till the end of the year. Absolutely. I mean, we're not only active in culture, but yes, culture is one of our, how could I say, strength, one of the pillars of our activity. So we are cooperating with the Philharmonie from Kosovo, with many festivals, with the Chopin Festival. We're cooperating with all the wonderful film festivals that there are in Kosovo, with Pre-Fest, with DocuFest, with Anibar. So yes, very much. But we're also active in other fields. We are working hard to
support Kosovo in the energy transition. I'm looking forward to signing an agreement with Kosovo as soon as we have all the institutions in place. We're also working hard to support Kosovo for the organization of the Mediterranean Games in 2030 and sharing our experience of the Olympic Games. So that Lisa is here today is part of this broader pattern of sharing our culture, sharing our talents, and also benefiting from the vibrant cultural scene here in Kosovo. Yeah, also the cooperation between RTK and Embassy of France is very productive. You have now the agreement, we have the agreement, exactly. Absolutely, yes, and it's crucial for a country like Kosovo to rely on a diverse media landscape with serious broadcasters like RTK. We live in a time where disinformation is a scourge. It's part of a hybrid warfare waged by Russia, not only, but mainly by Russia. And so a serious, reliable broadcaster like RTK is important for everybody to enjoy the culture, to enjoy the music, to enjoy the good time, but also to get a reliable information. So that's very important to keep that. Violinistja Liza Kerop vjen për herë të dytë në Kosovë dhe këtë radhë ishte pjesë e një iniciative që Ambasada e Francës në Kosovë së bashku me Ambasadën Gjermane në Prishtinë dhe Shkollën e Muzikës Amadeus, të cilët kanë organizuar koncertin recital dhe masterklase, ku artistja ka shpalos talentin, përvojën dhe njohurit për të rinj që merren me violinë. It's a wonderful experience with children. I felt that some of them have sparkles in their eyes and they love music so much. And it's quite rare nowadays to see teenagers who love so much classical music. And I have to say I was very touched by some of them who really enjoy playing, enjoy practicing. So I was really happy to share my knowledge with them and help them as much as I can in a very short time, of course. Yeah. And what was the topics of your master class that you have done with the children from Amadeus School? Yeah, I adapted to each one because they are not all the same level. So some are really beginners and some are more advanced. So with the more advanced one, I can really share music and musicality and expression and finding nice colors, nice vibrato, nice legato. And with the youngest one, yes, I'm talking more about intonation and rhythm and quality of the sound. So I am trying to help them according to their level. First of all, I have to say the violin is a very emotional instrument. So every kind of piece you choose in violin repertoire will be emotional. And yeah, since I was alone on stage, the repertoire is not so big. So of course Bach is our master for violinist, and I thought it would be very interesting to play this chaconne, which is a very difficult piece. And it's a long journey through life. I thought it would be good to have it in the center position of the program, and around that big masterpiece to have smaller pieces which are like a journey through Europe. So I started with Meditation of Thais, which is the big tube. Yeah, we say tube in French. It's a big. Everybody knows that in French. It's a very popular piece for violin. Then I played Recitative and Scherzo from Kreisler, who is from Vienna. A very charming piece for solo violin. And then Vivaldi, because I wanted to go to Italy. And I made my own arrangement of the Four Seasons.
And then I wanted to play some popular music and Tsigan music, which is not so far from here, with the Xardas by Monty, and then the Edith Piaf song, L'hymne à l'amour, which I dedicate to my father. Liza Kero për herë të parë ka vizituar Kosovën vitin e kaluar dhe që nga ajo kohë ajo ka ndjer lidhjen e fuqishme ndërmjet Kosovës dhe Francës. Prandaj ajo me shumë dëshirë është rikthyer në Prishtinë për të dhënë kontributin e saj në instrumentin e violinës, posaçërisht për studentët e rinj. Në zemrën e Kosovës, aty ku gërmadhat e lashta të Ulpianës flasin për një qytetërim që ka sfiduar shekujt, çdo fund verë merret një ngjarje e veçantë kulturore, Ulpiana Fest. Ky festival nuk është vetëm një festë artistike, por një urë lidhëse mes historisë antike dhe shpirtit bashkohor të kulturës shqiptare. Gjithmonë në risi janë shfaqjet premier, këtë vit e kena shtu edhe një kënd që është këndi i astronomisë, nuk kena pas më herët. Nëse diku i intereson pse astronomia në një festival të arkeologjisë dhe trashëgimisë kulturore, duhet me di që në antikitet i kanë dhënë shumë rëndësi yjsisë dhe shenjave që ju kanë ardhur prej qiellit. Njerëzit s'kan bërë kur gjë pa konsultuar me qiellin në farë forme. Edhe t'ju nis prej kësaj na çfarë rëndësie ka pas jo vetëm në antikitet, por kjo vjen edhe deri në mesjetën e vonë faktikisht, derisa besimi ka rri me trënjos këtë pjesën e astronomisë edhe ysin lidhjen me ata nalt. Kështu që besoj ka me kënd goxha atraktive për njerëzit që vinë, sidomos për moshat e reja se mrin me bë atë lidhjen e antikitetit me kohën sot edhe vazhdimsinë. Në një atmosferë që ndërthur gurët e lashtë me tingujt e muzikës moderne, Ulpiana Fest shndrohet në një skenë të hapur për artin, letërsinë, teatrin, muzikën dhe trashëgiminë kulturore. Çdo vit, ky festival mbledh artistë, studiues e dashamirës të kulturës nga barë hapësira shqiptare dhe më gjerë, për të sjellë në jetë një përvojë që shkon përtej arktimit. Një përvojë që ngjall kujtesën kolektive dhe krenarin për trashëgiminë tonë. Mona përmes festivalit mundohemi me i vënë pa ato gjetjet që bëhen, sigurisht për një ekipe tjetër na s'jemi pjesë asaj ekipe, po është promovimi punës që bëhet në Ulpian. Edhe për çdo vit ka pas zbulime të mahnitshme. Nis pe mbishkrimit që është gjetë para 3 vitesh, më pas mozaiku, tash është gjetë edhe një mbishkrim tjetër, kështu që është kënaqësi edhe për neve me i promovuar në festival këto vlera. Jo pse kanë shumë nevojë me i promovue festivali, por është më i afërt me brezat e gjeneratat e reja dhe ndoshta e përthithin më lehtë informatën përmes çatij arktimit që na mundohemi me shfaq. Ulpiana, dikur qytet romantik i lulëzuar, sot është simbol i vazhdimësisë kulturore. Organizimi i një festivali në këtë hapësirë nuk është rastësi, ai rikthen vëmendjen te vlerat arkeologjike, duke bërë kulturën pjesë të përditshmërisë, jo thjesht të muzeve. Në mbrëmjet e festivalit, derisa drita ndriçojnë rrethojat e qytetit antik, muzika, recitimet poetike dhe performancat teatrale duken sikur bashkojnë kohët të lashtën dhe të sotmën me një frymë të vetme. Këtë vit do t'jetë gjama, pse gjama? Gjama është një prej formave më arkaike, në fakt, të bamit një rit së bashku. Në këtë rast i shohim burrat, se si performojnë qysh dhimbten e vetë e kthejnë një farë performance gjallë. Edhe të bazuhet gjithmonë në pllakën mërtore që është gjetë në Kamenic, diku shekulli 3 ose i 4 para erës tonë. Gdhëndja e gurit
nëse sot e interpretojmë për asaj që ka dim, i përshtatet gjamës. Edhe na kena dasht gjithmonë me lidh diçka prej antikitetit, e sjellim çka ka mbijetuar deri sot, që është gjama dhe është mirë nëse mundohemi mia pjetë, sepse është diçka që është i humb, është një vlerë që është kana humb realisht. Ka ndoshta ngishta mundemi mi numëru zonat cilat hala e praktikojnë edhe ata e praktikojnë si ret që mos mu humb jo pse tash bëhet gjama në për varrim ose diçka. Gjamën skenarin e ka shkruar profesori Kujtimani, regjin e kemi nga regjizori mirënjohur Kaltrimi. Përmes aktiviteteve të shumta, ekspozita, koncerte, panele, diskutime, shfaqje të hapura, Ulpiana Fest dëshmon se kultura nuk është e kaluar e ngrirë në gur, por frym që jeton e frymon përmes brezave. Ai është një shembull se si një qytet antik mund të bëhet pikë takimi i modernitetit, një vend ku historia nuk hesht, por këndon. The